Qyteti Korçës mirëpriti edhe këtë vit edicionin e 29 të Festivalit Ndërkombëtar të Autorëve dhe Poetëve Netët Korçare të Poezisë, një festival që bën bashk poetë shqiptare të huaj, të cilët shfaqin talentin e tyre në këtë fushë, duke dhënë mesazhe të ndryshme përmes vargjeve dhe emocioneve që përcjellin. Ky event organizohet nga Biblioteka Publike e Thimi Mitko në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës, me qëllimin e vetëm për të mbajtur gjallë traditën e këtij eventi në juglindje. Prej 29 vitesh, ky festival ka qenë një urlitse mes poetëve nga Shqipëria, Kosova dhe vende të ndryshme të botës, duke e kthyer këtë aktivitet në një traditë kulturore ndërkombëtare. Risia e këtë festival është sepse ne po japim më shumë hapësirë brezit të ri, poetëve të ri shqiptar, të cilët me vargun e tyre do të sillin një risi në poezinë shqipe. Gjithashtu tema e këtij festivali do të jetë Reze Drite, e cila është frymëzuar nga vargjet e poetit Avetarit dhe personalitetit të rilindjes kombëtare Azdreni. Këtë vit festivali solli për herë të parë poet nga Izraeli, ndërsa të ftuar ishin edhe autor nga Greqia, Italia dhe Franca. Kjo është hera ime e parë që unë vi në Shqipëri e sigurisht në Korçë. Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe falenderues që më kanë ftuar në këtë aktivitet. E vizitova pak qytetin në ecje këtë pasdite dhe më bëri përshtypje që kishte shumë të rinj, por edhe shumë të moshuar si një miksim. Më e rëndësishme për mua është paqja dhe këtë mesazh dua t'i jap sot. Në Netët Korçare të Poezisë, unë marr pjesë me poezinë të presë përjetësisht. Meqense titulli i këtij eventi është Reze Drite, unë vendosa që çdo njeri mund të jetë një reze e bukur drite për të tjerë, nëse zbulon gjithë magjinë që kemi brenda vetes. Ky festival vazhdon të dëshmojë fuqinë e fjalës së shkruar për të ndërtuar ura mes njerëzve, duke e kthyer Korçën në një kryeqytet të poezisë ndërkombëtare. Netët Korçare të Poezisë mbeten një dritare e hapur për dialogun artistik dhe një reflektim i bukur mbi dashurinë për fjalën.